apo sa ndikon nijeti në shpërblim. Kurani famëlar tregon se disa nijete kanë për qëllim vetëm këtë botë, pra jo botën tjetër. Dhe për këtë arsye, shpërblimi për ta jepet konform nijetit të tyre, pra konform synimit edhe qëllimit që ato kanë patër. Kush i kërkon të mbjellat e botës tjetër, ne i ashtojmë atij të mirat, edhe kush kërkon nga të mbjellat e kësaj bote, ne i japim nga ajo. Por ai në botën tjetër nuk ka as edhe një pjesë tjetër. Kështu thot Kurani famëlart në surën Ash-Shura ajeti 20. Në hadithet e profetit, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, edhe të imamëve të ehli bejtit paqja qoftë mbi të, theksohet se nijeti ka një pozitë më të lartë se sa vepra. Vepra, sepse nijeti është ai që i jep e drejtim veprës, pra nijeti e zhvillon veprën që ne kryejmë. Profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, thotë: nijeti i besimtarit është më i mirë se sa vepra e tij. Kjo sepse nijeti është i pastër dhe pa syefaqësi, ndërsa vepra mund të ndërtohet apo të marrë zhvillim edhe për syefaqe.